Fermeri u habit shumë kur gjeti disa kotele të braktisura dhe të pafuqishme në territorin e fermës së tij. Burri ndjeu keqardhje për krijesat e varfra dhe i mori me vete në shtëpi, por mbeti i shokuar kur kafshët u ritën dhe rezultuan të mos ishin as pak mace të padëmshme. Patriku ishte një fermer, ashtu si edhe babai i tij. Ai punonte gjithë ditën në ar dhe kjo punë i sillte kënaqësi të vërtet. Patriku gjithashtu kishte disa lopë dhe dhi, të cilat kullosnin në livath gjatë ditës, dhe në mbrëmje fermeri i fuste në një hambar të madh. Një mëngjes fermeri hyri në hambar për t'i nxjerrë lopët dhe dhitë në fushë, si dhe për të marrë mjetet e nevojshme për punë nga cepi më i largët. Duke zgjatur dorën për të marrë mjetet, burri pothuajse bërtiti nga surpriza dhe ngriu në vend, pasi disa kotele të mbuluara me qime të pastre ishin vendosur në sam pikërisht përpara tij. Ata ishin mjaft të mëdha, edhe Patriku mendoi se nuk kishte parë kur më parë përfaqësues të kësaj race. Burri zgjati dorën drejt koteleve me qëllim që t'i merrte në krah për t'i parë më mirë, por ata pa pritur u shtangën duke mos dashur të lejonin të huajin t'u afrohej. Patriku shikoi përreth, por nëna e tyre nuk gjindej askund. Çka nuk kuptonte se nuk kishte e mundur që ajo t'i kishte sjell vet kotelet aty. Po ashtu, ishte pak e mundur që ata të ishin lënë aty nga ndonjë fqinj, pasi ferma e Patrikut ndodhej në një distancë të konsiderueshme nga ndërtesat e tjera. Në përgjithësi, shfaqja e topthave me gozof në hambar ishte deri tani një mister i vërtet. Por përgjigjja e kësaj pyetje mund të zbulohej më vonë. Më e rëndësishmja ishte të vendosej se çfarë të bëhej tani me kafshët e braktisura. Së pari, Patriku solli disa copa të vogla mishi në hambar dhe u ahodhi koteleve. Megjithatë, ata vetëm nuhatën me interes ushqimin e ofruar, por nuk pranuan ta hanin, duke se ata ende nuk ishin në gjendje të përtypnin ushqimin e fortë, pavarësisht madhësisë së tyre mbreslënëse. Patriku e kuptoi se pa ndihmën e tij kafshët do të humbnin, ndaj duhej bërë diçka menjëherë. Fermeri veshi dorashka të trasha dhe i vendosi me kujdes këlyshët e pakënaqur në një shportë të madhe. Pastaj e mbylli atë me kapak. Më pas, burri i mori këlyshët në shtëpi dhe u caktoi atyre një dhomë të vogël, në cep të secilës vendosi disa batanie që kafshët të mund të rehatoheshin mbi to. Patriku u përpoq të mos i shqetësonte kotelet, pasi pranë prezencës së një njeriu, ata qartazi trazoheshin. Pyetja e vetme që mbeti pa përgjigje ishte ajo e ushqimit. Atëherë, Patriku ngrohi pak qumësht, e hodhi në një tas dhe e vendosi përpara koteleve. Kotelet nuhatën me kujdes tasin dhe pastaj ju hodhën ushqimit me lakmi. Fermeri mori frymë me lehtësim, duke kuptuar se tani kotelet e çuditshme me siguri nuk do të vdisnin nga uria. Kështu kaluan disa ditë dhe kotelet u mësuan shpejt me shtëpinë e tyre të re dhe nisën të luanin aty, duke treguar natyrën e tyre të gjallë dhe lozonjare. Patriku hynte në dhomën e koteleve disa herë në ditë për t'u sjellë nga një racion tjetër qumështi dhe për t'u pastruar rrëmujën që ata bënin. Pas disa javësh, kotelet pushuan së qenit të trembur nga njerëzit dhe nisën të lejonin që ai t'u afrohej shumë më tepër. Megjithatë, Patriku e vuri re qartë se këto nuk ishin kafshë shtëpiake të zakonshme, por dukej sikur ishin një racë shumë e rrallë apo ndonjë hibrid kafshësh. Së shpejti, kotelet filluan të hanin mish, ndaj edhe fermeri filloi t'u ashtonte gjithnjë e më shumë në dietën e tyre. Patriku madje e linte derën e shtëpisë paksa të hapur, duke i lejuar kotelet të dilnin jashtë. Ata luanin të gëzuar në obor, por pas disa orësh gjithmonë ktheheshin përsëri, si të mësuar tashmë me shtëpinë e tyre të re dhe me njeriun e mirë që i kishte shpëtuar. Patriku vuri re se kotelet tashmë kishin kapur edhe ngrënë disa minj, çka do të thoshte se kafshët që po riteshin kishin filluar të shfaqnin instinktet e gjuetisë. Përveç kësaj, këlyshët nuk ishin shumë të përkëdhelur ndaj pronarit të tyre
dhe nuk i përqafonin siç bëjnë zakonisht kafshët shtëpiake. Sigurisht, ata ishin mirënjohës ndaj njeriut për ndihmën e paçmuar, por silleshin në mënyrë shumë të pavarur dhe madje madhështore, si grabitqar të vërtet. Në të njëjtën kohë, të gjithë gëlyshët ishin shumë energjik dhe jashtëzakonisht tërheqës, kështu që Patriku kënaqej duke i parë të ksaluanin në obor apo gjuanin britës për një kohë të gjatë. Me kalimin e kohës, gëzofi i koteleve u bë shumë më i trash dhe i dendur. Pavarësisht sjelljes mjaft të pazakont për macet shtëpiake, Patriku mësua me kafshët e tij të reja të mrekullueshme dhe u vuri atyre emra të zakonshëm macesh, të cilëve ata filluan të përgjigjeshin me kalimin e kohës. Kështu kaluan disa muaj dhe kafshët e gjetura në hambar u ritën ndjeshëm gjatë kësaj kohe dhe u bën plotësisht të pavarura. Patriku ishte shumë i lumtur për këtë fqinjësi, sepse macet e bukura jo vetëm që e kënaqnin me lojrat e tyre, por edhe e ndihmonin fermerin të luftonte kundër brejtësve që shfaqeshin her pas here në territorin e tij. Ndonjëherë macet madje i lejonin burrit të mirë t'i përkëdhelte në shpinë, dhe fermeri çuditej se sa i butë dhe i trash ishte gëzofi i kafshëve të tij të pazakonta. Një ditë, kur një nga lopët e Patrikut u sëmur, ai u detyrua të thëriste veterinerin. Pasi kontrolloi lopën e sëmur dhe i përshkroi procedurat dhe medikamentet e nevojshme, veterineri i kushtoi vëmendje maceve të pazakonta që po luanin me njëra tjetrën pranë shtëpisë së fermerit. Veterineri i u ofrua për të parë nga afër kafshët, por atyre nuk u pëlqeu kjo. Të trembura nga i huaji u fshehën, si zakonisht midis gurëve. Megjithatë, veterineri arriti t'i shihte mirë macet dhe i habitur e pyeti Patrikun se nga i kishte marrë këto kafsh. Fermeri shpjegoi se disa muaj më parë i kishte gjetur në hambar dhe kishte rritur vetë. Dhe atëherë, veterineri shpërtheu në një buzëqeshje të gjerë dhe e tronditi Patrikun me një lajm të papritur. Doli që gjatë gjithë kësaj kohe, ai nuk kishte pasur kujdes për macet të zakonshme, por për grabitqar të vërtet të egër nga familja e maceve. Ata ishin macet të egra të quajtura Pallas Cats, të cilat për nga pamja ngjajnë me macet shtëpiake edhe shumë rrallë shihen nga njerëzit në natyrë. Ndaj jo kushdo e di se si duken. Këta grabitqar janë mjeshtër të kamuflazhit, ndaj edhe nëse një person i has rastësisht në natyrë, me shumë gjasa kalon pranë pa e kuptuar se aty ndodhet një mace pellas. Për më tepër, ka shumë pak nga këto kafshë të mahniqme në të gjithë botën, edhe ato janë madje të rrezikuara nga zhdukja. Kotelet e gjetura në hambar duket se kishin mbetur pa nënën e tyre për ndonjë arsye dhe kishin vendosur të strehoheshin në një ndërtesë. Ndoshta nëna e tyre ishte vrarë nga gjuetar të paligjshëm që kërkonin lëkurën e saj të vlefshme. Fatmirësisht, të vegjëlit patën fat që Patriku ndjeu keqardhje për ta dhe i mori me vete. Përndryshe do t'i priste një fat shumë i trishtuar. Duke mësuar të vërtetën e pabesueshme, fermeri ishte nga njëra anë shumë i habitur dhe nga ana tjetër i jashtëzakonisht i lumtur që kishte arritur të shpëtonte përfaqësues të një specie të rrezikuar. Patriku dhe veterineri kontaktuan menjëherë me një organizat për ruajtjen e kafshëve dhe raportuan për zbulimin e tyre të pazakontë. Për ekologët, kjo ishte një mundësi unike për të ndihmuar macet e rritura të pellasit, duke ofruar kujdesin dhe vëmendjen e panevojshme. Pasi ekspertët u siguruan që të gjitha macet e pellas ishin të shëndetshme dhe jetët e tyre nuk ishin në rrezik, ata janë të lira përsëri në natyrë. Asnjëherë nuk e di se çfarë thesarësh mund të fsheh fati pas një dite të zakonshme. Ajo që filloi si një akt mëshire u kthye në një mision shpëtimi për një specie të rrallë. Patriku nuk shpëtoi vetëm disa kotele, ai shpëtoi një pjesë të egër dhe të çmuar të natyrës, duke dëshmuar se edhe një zemër e thjeshtë mund të bëjë ndryshimin më të madh.